Ndërsa Kosova pret vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me kërkesën e listës serbe për konstituimin e kuvendit, lëvizja vetvendosje shprehjet e bindur se do ta krijojë qeverinë Kurti 3. Hajrullah Çeku, ministri në detyrë e kulturës, njëherë është kandidat për kryetar të komunës së Prishtinës, në një intervistë për Kosova Press thotë se qeveria e re do të krijohet brenda afatit. Na presim vendimin përfundimtar me 30 shtator, kështu është paralajmëruar nga gjykata kushtetuese, duhet të bëhet konstituimi ose të konstatohet konstituimi nga gjykata kushtetuese, pastaj ne kemi 15 ditëshin tonë, edhe unë jam shumë i sigurt që në momentin që konstituohet kuvendi brenda atij afati do ta kemi qeverinë Kurti 3. Lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për prezullimin e dialogut strategjik me Kosovën, ministri në detyrë tha se Serbia është shkaku i vetëm për të cilin ka dallime me partnerët ndërkombëtar. Sa herë që ne kemi pas dallime në mendime, në qasje me partnerët tanë ndërkombëtar, kjo është lidh vetëm me një temë, vetëm me Serbinë. Pas drejtimit të Ministrisë së Kulturës, Rinizë dhe Sportit, Çeku tani synon të marrë menaxhimin e komunës së Prishtinës, ku më 12 tetor garon si kandidat i lëvizjes vetvendosje. I bindur në fitore, ai tha se është koha që PDK dhe LDK, dy partitë që kanë drejtuar kryeqytetin në vitet e fundit, të dalin në opozit. Nuk ka shkop magjik, unë nuk premtoj mrekullina, unë premtoj atë sa mund të bëjmë, po nëse aty e kam ndihmën e qytetarëve, zgjedhjet mund të jenë edhe më të mira, por edhe më të qëndrueshme. Në këtë kuptim, unë jam shumë i motivuar me përgjigjjen që po e marr prej qytetarëve, edhe jam shumë i sigurt në fitoren tonë. Më 12 tetor, Çeku do të përballet me kryetarin aktual të Prishtinës, kandidatin e LDK-s për parim Rama, Uran Ismailin nga PDK, Bek Berishën nga AAK edhe Besa Shahinin, e cila përfaqëson Partinë Socialdemokratë.